Beqiri është kryetari i Prishtinës, teksa po secili delegat shkon tek Arpengashi. Hajde një fjalë bashkë. Patjetër disponim mirë. Mendoj që do të jetë një proces demokratik dhe i suksesshëm dhe besoj se është një nivel i ri i politikë bëmjes në Kosovë, në politikën e brendshme partijake dhe besoj që gjithçka ka më shku mirë. Nuk flasim sot për kandidat, sot është hapi i parë, pastaj shohim, duhet të mbledhemi bashkërisht të gjithë dhe diskutojmë se kush do të jetë. E di që një është, për më shumë se di. Po dikush e ka nënshkruar vullnetarisht, nuk ka nevojë me votu ndryshe, kështu që. Po thotë që më bën presion dikush mua? Për tjetër nuk e di, varet çka konsiderojnë njerëzit presion. Asionani pozitën e kryetarit? Ta kryjmë hapin e parë, pastaj flasim. Një të e menduar? Faleminderit. Ishte ky